Rajoni nr. 1 i qytetit të Vlorës ishte ndalesa e radhës e drejtuesit politik të Partisë Socialiste për këtë qark Damian Çiknuri. Ai bashkëbisedoi me banorët për projektet e investimeve, si dhe për nevojën për ndërhyrje, me synim për mirësimin e mëtejshëm të kushteve të jetës komunitare. Çiknuri u ndal edhe tek rëndësia e vazhdimit të zbatimit të reformës në drejtësi, e mbështetur fuqimisht nga Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama. Reforma që bëm dhe reforma në drejtësi është i shprehur domethënëse që ne jemi të vendosur për të bërë shtet një shtet të drejtë, se shumë probleme të trashëguara në shtetin tonë kanë bënë dhe me mungesën e drejtësisë. Shumë njerëz përplasen gjykata, kanë probleme aty, kush ka konflikte pronësie, probleme tjera të aspekte materiale, gjyqësore apo qoftë edhe penale, kanë hasur në shumë vështirësi në gjykata dhe probleme mëdha, korrupsion, padrejtësi, dhe kjo bën njerëzit që mos ta gjejnë veten. Dhe vazhdimi i asaj reforme aq të rëndësishme do të jetë një garanci që do të kemi një shtet më të fortë, por dhe një ekonomi më të mirë. Ndërkësh kandidatja Saniela Xhaferi, njëkohësisht kryetare e Forumit Rinor Eurosocialist në Vlorë, ftoi të rinj që të zgjedhin numrin 2 në 25 qershor. Unë juftoj të gjithë të rinjve që në 25 qershor të votojmë numrin 2 për të qenë të parët në arsim, për të qenë të parët në punësimin e të rinjve dhe për të qenë të parët në një shtet të konsoliduar. Unë jam e bindur që në 25 qershor ne do ta tregojmë realisht ashtu siç e kemi treguar sot në këtë shesh. Suksese dhe fitore.